Sapo ka përfunduar ndeshja futsallës Partizani Vllaznia, rezultati Partizani 2, Vllaznia 9, i fitore e thellë dhe e merituar e skuadrës Kuqi Blu. Kapiteni, por edhe trajneri i Vllaznisë Alcita Fili, urime. Faleminderit Gasper. Realisht sot djemt dhanën maksimumin edhe vlerësunin mjaft mirë ndeshjen, ku gjithë javën kemi punu nga ana psikologjike, sepse ndeshja parë nuk shkoi ashtu si ne menduam. Jemi disa muaj si ne po punojmë për këtë kampionat, kemi disa objektiva edhe shpresojmë të realizojmë. Ama mas ndeshjes parë, ku atëherë ndeshja nuk shkoi edhe mjaft mirë, ekipi reagoi edhe kjo mu me ngroh mjaft. Në aspektin personal, Alcita Fili sot shënoi 2 gola dhe të rënditi 3 herë shtyllën e Partizanit. I kënaqur për këtë performancë? Po, them drejtën, jam i kënaqur sepse gjithkush nga lojtarët këtu edhe unë duhet japim, duhet ndihmojmë skuadrën, edhe nga një herë duhet ta marrim edhe prej doret. Kur çdo lojtar ndihmon skuadrën, çdo lojtar motivon, shënon, edhe asiston, atëherë është për të mirën e skuadrës, edhe unë shpresoj se kam ndihmuar sot skuadrën. E vështirë të jeni edhe trajner edhe kapiten në fushë? Nuk ka qenë e vështirë sepse djemtë ma kanë lehtësuar, them drejtën, kuptojmë mjaft mirë, kemi një organizim shumë të mirë, edhe ky bashkëpunim me drejtuesat edhe me lojtarët ka qenë shumë i mirë. Pjesën më të madhe të ndeshjes drejtoi nga pankina kolegu juaj, drejtori teknik Arben Xhaferi, ndërkohë në pjesën e dytë ju tërhoqët nga formacioni pas një avantazhi të thellë të Vllaznisë dhe morët drejtimin e skuadrës. Pra u kthyet në rolin tuaj. Por dihet se kjo ndeshje nuk është si lojtarët marrin shumë minuta, nga një rezultat si pjesa parë ishte foli për ne dhe pjesa dytë pre po fliste për ne, menduam me drejtorin që t'japi minuta dhe lojtarëve tjerë, ku edhe ata të futen në ritmin e skuadrës edhe i shërbej edhe atyne se pa me që shkunen shumë mirë edhe të lojtarë. Si e shikon vazhdimsinë? Vazhdimësia do t'jetë pozitive edhe jemi shumë optimistë të më drejten dhe për synimin se kemi. Suksese, kapiten!